pyetja radhës. Asalamu alaikum hoxhë nderuar. Ka disa prej muslimanëve që kërkojnë rrezikun në haram, si shitja e drogës, alkoolit. A kanë probleme me akide këta persona te çështja e furnizimit të rrezikut, apo si qëndron puna te këta njerëz? Allahu ju shpërblet. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Problemet e njerëzve mund me kanë të ndryshme, sepse e bojnë atë. Por ajo është vetëm me tregu. Kushdo që shet alkool, kushdo që shet drogë, që humb mendjen e njerëzve, u bën njerëzve dom, kushdo që shet mishderi, kushdo që shet ato që i ka ndalu Allahu subhanahu wa taala, qoftë me argumente të veçanta, qoftë për shkak përmbledhjes së argumenteve, e që në këtë rast droga pastaj del jo me argumentet e veçanta, se droga si drogë nuk u përmend në librin e Allahu subhanahu wa taala kërkon. Me thonë, pse është droga haram, ku ka ndalu Allahu, ku ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë emën, e vërtetë është që s'është ndalu, më kërkon me këtë emën. Por do të më marr efektet e saj. Çka bën efekte? A humbin mendjen e njeriu, a bën pjesë te ajo që humb mendjen e njeriu, si alkooli? Po. Në shumë raste bilet bën më vëdall se alkooli. Edhe ka pasojë më të mëdha se ajo. Nga kjo, themi se kushdo që e bën këtë punë, fillimisht si dispozit është të bëj haram. Pastaj, a ka mundësi me pas imunolog? Ka mundësi. A ka mundësi që i shef parët sikur për në Izrael që kanë pa peshqit shtunën? Edhe kjo ka mundësi. Njerëzit kanë qef me pas parë për një herë, për një ditë, për dy ditë, shumë shpejt. Edhe kjo mundet me i quë në atë që me thonë ati shka, haram pe di, haram pe pi, që shtu kanë thonë për para, i shesim e doj, bëjt e para, masanin e shkoj falë, ako i di më shka, po kjo është e pasakt. Kjo është e pasakt për shkak se, ajo që u bën dëm njerëzve, ajo është e ndalume, vallahu a'lem.